E bëra njeri, vrau vllan dhe kunaton, shokon I dënuari me burg për jetë, s'mbaj mend asgjë, janë gjallë në Itali. Deklarata shokuese e bërë sot nga Arsen Muskurti, autori vrasjes vllait të tij dhe gruas së këtij të fundit, ngjarje kjo që tronditi opinionin publik në gusht të vitit 2020. Në një rrëfim pas ekurave, Muskurti I cili është dënuar me burg për jetë deklaroi se për 6 muaj ishte në shok dhe se dinte që I kishte vrarë, ndërsa theksoi se fliste me vllan dhe kunaton në telefon pasi ata ishin emigrant në Itali. Ai tha se ndjej penduar për krimin, ndërsa shtoi se nuk mbante mend gjë nga ajo ditë. Atë ditë, unë nuk mbaj mend. Më vjen një fletëthirrje nga një gjykat ku thuhet: Dritan Muskurti kërkon urdhër mbrojtje ndaj teje, e kam në dosje, mamaja ime ju a jep fletëthirrjen e cila ishte me spec. Unë nuk mbaj mend asgjë. Mora fletëthirrjen dhe thash: si ka mundësi që ky individ të marrë fletëthirrje nga unë, kur e futa në rrugën e drejtë të moralit, I dhash të ardhme, kur e pash vete në spital, kam lexuar letrat, por nuk mbaj mend asgjë. Nuk mbaj mend asgjë. E kam pasur me leje armën, e kisha në kasafort, se merja kur me vete mbaja në shtëpi. Më kanë sjell punëtorët me foto fletëthirrjen, nuk mbaj mend asgjë. Arma duhet jetë në kasafort. Mund t'i themi familjarëve që të shohin ta kontrollojnë. Unë në mos gaboj kam 6-8 muaj që I them mamas po flas dot me vllajin dhe kunaton. Ata janë në Itali dhe ai punon në një lavazh makinash, gruaja e tij shet cigare. I thash mamas, më del vllai në telefon. I kam thënë mamas që edhe fëmijët s'po vinë që t'i takoj. Qa do hanë fëmijët e mi? Çoja dhe atyre, 2 mbesa dhe nipi janë si fëmijët e mi, e kanë derën e hapur. Te unë nuk vinë që ti përqafoj. Unë, si që ju thash edhe më parë, kam lexuar letrat pas 6-7 muajsh pasi kam qenë në spital dhe se besoj akoma, janë shumë I penduar, ndihemi I penduar, kam shumë paqartësi, tha I duke qarë.